Kush është Doa? Unë jam Doa Dule, jam 8 vjeçare, jam në klasën e 4, jam shumë kurioze dhe jam humane. Nëse nuk të pëlqen emri që e ke, çfarë emri do doje ta kishe? Nuk e kam menduar asnjëherë, sepse emri Doa më pëlqen, është i veçantë, është i bukur. Çka mendon Doa se e bën një fëmijë të suksesshëm? Puna, përkushtime dhe mosdërzime. Çka të pëlqen më shumë ti në këtë jetë? Më së shumti në këtë jetë më pëlqen që e kam një familje të lumtur. Përveç Lorinës, a do doje ta kishe edhe një motër ose vëlla tjetër? Po, dëshiroj ta kem edhe një vëlla. Sa je e lidhur me Lorinën? Unë jam e lidhur shumë me Lorinën, sepse nuk është vetëm motra ime, por është edhe shoqja ime. Sa shpesh të ngacmon Lorina? Lorina më ngacmon shpesh, po gjithmonë për shaka. Cili është vendi më interesant që e ke vizituar deri më tani me familjen? A ka vend më të bukur se Shqipëria dhe Bregdeti shqiptar. Cila është kafsha preferuar e Doas? Qeni sepse është besnik, mami të lutem ma bën një qen. Cili është ushqimi preferuar i Doas dhe çka nuk i pëlqen të hajë? Gjithsej më pëlqejnë të gjithat ushqimet, perimet sidomos. Ushqimet që nuk më pëlqejnë është fast food. Cili është sporti preferuar i Doas? Sporti im i preferuar është voleybolli dhe note. Nëse do të mund të bëhesh një superheroin, cilën superfuqi do ta zgjedhje? T'ja lexoj mendjen të tjerëve. Nëse do të udhëtoje në hapësirë, në cilin planet do doje të shkoje? Në Saturn. Sa kohë shpenzon Doa në telefon? Gjysore. Çka bën Doa gjatë një dite? Zgjohem në mëngjes, pastroj dhëmbët, pastroj fytyrën, bëhem gati për shkollë, shkoj në shkollë, kthehem nga shkolla në orat të re, luaj, mësoj dhe vjen koha për të fler. Cila është lënda e preferuar e Doas në shkollë? Gjithsej më pëlqejnë të gjitha lëndët. 2 nga më të preferuarat janë shoqëria mjedise dhe gjuha angleze. Kush është miku apo mikesha më e mirë e Doas? Miku im më i mirë është Froni, mikeshat e mia më të mira janë Anuja dhe Reina. Çka të pëlqen të bësh kur del nga shkolla? Kur dal nga shkolla, dëshiroj të luaj me shok dhe shoqet dhe të lexoj. Cila është ëndra më e bukur që e ke parë ndonjëherë? Ëndra ime më e bukur që kam parë ndonjëherë është që kam shkuar në Amerikë, sepse Amerika është një vend që dua ta vizitoj. Çka do të bëhet Doa kur të rritet? Kur të rritem, dëshiroj të bëhem doktorish për t'i ndihmuar njerëzit që kanë nevojë. Nëse do të mund ta bëje një dëshirë, cila do të ishte ajo? Që gjithë bota të ketë paqe dhe lumturi. Çka është lumturia për Doan? Lumturia për mua është kur familja ime është e lumtur dhe e shëndetshme. Cila është një gjë që e bën Doan të qetë gjithmonë? Shakat në familje. Nëse do të krijoje një lodër të re, cila do të ishte ajo? Një lodër shoqëruese, sepse luan me mua dhe më ofron ndihmë. Cili është libri i fundit që ka lexuar Doa? Pipi Qërapgjata. Çka flitet në atë libër? Mesazhi i atij librit është që mirësia dhe shoqëria janë shumë të rëndësishme. Cila është gjëja më e çuditshme që e ke menduar ndonjëherë? Ndoshta të shkoj në të ardhmen. Kur është hera fundit që ke qarë dhe për çka? Hera fundit që kam qartë është për një qenush. Si do doje ta kishte emrin qenushit? Simba. Cili është zhanri muzikës së preferuar të Doas? Muzika që më pëlqen mua është country. Cili është këngëtari shqiptar i preferuar i Doas? Këngëtari shqiptar që më pëlqen mua është Ell Limoni. Cili mendon që është zbulimi më i madh i teknologjisë? Ka shumë, por unë mendoj që zbulimi më i madh i teknologjisë është AI. Cila mendon që është prezantuesja më e mirë kosovare? Prezantuesja më e mirë kosovare është motra ime Lorina.